Zoti Kasolli, si gjykoni politikat e Donald Trump që prej rikthimit të tij në Shtëpinë e Bardhë, të cilat duket se kanë tronditur botën, duhet thënë? Po, është evidente që nëse krahasoj me mandatin e parë, do thotë nëse edhe në mandatin e parë sloganet ishin të njëjta, bëja Amerikën përsëri të madhe dhe Amerika e para, sjelljet në mandatin e dytë padyshim se kanë një dallim thuajse radikal në raport me mandatin e parë 4 vjeçar. Mbase kjo ka të bëjë sepse presidenti Trump ka fituar një fuqi edhe më të madhe politike edhe brenda shoqërisë amerikane, sepse në herën e parë ai ishte i kufizuar në masë të madhe nga Partia Republikane, nga establishmenti tradicional i kësaj partie dhe nuk i kishte të gjitha levat në dorë, të gjitha levat e veprimit, autonominë e plot siç e ka aktualisht. Ndërkohë tashmë thuaj se Partia Republikane në masë të madhe ka bërë për veti, mungon rezistenca çfarë kishte munguar herën e parë dhe ka vendosur që të qëndrojë konsekuent bindjeve të tij, programit të tij Amerika e para dhe e cila po vrehet me luftën tregtare që ka hapur si ndaj vendeve armiqësore ashtu edhe ndaj vendeve aleate. Kemi parë zhvillimet e djeshme mbi luftën tregtare me ndaj shumë vendeve që ka ndërmarrë dhe pretendimin e tij që nëpërmjet këtyre masave të bëjë Amerikën përsëri të madhe. Pra, ai gjithçka që po bën aktualisht duket që është shprehje dhe qëndrim konsekuent i premtimit të tij para elektoratit amerikan se do ta bëjë Amerikën përsëri të madhe dhe se kjo do të jetë në epicentër të orientimeve, në epicentër të tij. Tash se çfarë nuk kupton kjo Amerika e madhe, a mund të bëhet në këtë mënyrë apo Amerika ka qenë edhe e madhe praktikisht, po ky është vetëm një slogan elektoral, kjo është një temë për edhe një debat tjetër sepse Amerika praktikisht duke filluar pas luftës së dytë botërore me aleanca që i ka ndërtuar me rendin ndërkombëtar që e ka promovuar, ka qenë në epicentër të saj dhe nuk është që nuk ka qenë një faktor determinues i proceseve globale. Si mendoni, a ndodhet në rrezik Europa duke qenë se Donald Trump për disa ditë ndërpreu ndihmat ushtarake, por edhe ndarjen e inteligjencës amerikane me atë ukrainase? Deja tash ne gjithë e dim, do thotë qasja, frustrimi kryesor i kësaj administrate, por mos të harrojmë, ndoshta në prapaskenë edhe administratat e kaluara nuk është se kanë qenë shumë të kënaqura me ndarjen e investimeve, me disproporcionin e investimeve në çështjet e sigurisë ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe vendeve evropiane, shtete anëtare të NATO-s. Mbase presidenti Trump e ka bërë këtë në mënyrë më brutale duke kërkuar që ato ta shtojnë masën e shpenzimeve duke plotësuar të paktën kriterin minimal prej 2% të GDP-s në sektorin e mbrojtjes. Diçka që nuk ka qenë në rregull, që shumë prej vendeve evropiane do thotë nuk e kanë plotësuar këtë kriter. Së vori tashmë Gjermania vetëm e arriti këtë kriter, ndërkohë vende tjera si Spanja, Italia ende janë larg këtij, edhe Franca po ashtu e ka realizuar, si Italia, Spanja e të tjera janë ende larg plotësimit prej 2% të investimeve në mbrojtje të GDP-s. Dhe kjo ka shkaktuar frustrim politik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe fitoria e presidentit Trump më së madhe është si pasojë e këtij zhgënjimi të publikut amerikan sepse ata kanë përgjegjësi mbi taksat e tyre, duhet të garantohet paqja globale nëse në mënyrë të barabartë nuk bëhen investimet nga të gjitha vendet që participojnë në këtë aleancë transatlantike për sigurinë kolektive, sepse mos të harrojmë ka qenë mburoja amerikane, pranojnë edhe vetë studios që mirë me këtë ka qenë mburoja amerikane që ka qenë një luks shumë i madh për Evropën që i ka mundsuar të ndaj politikat e sigurisë nga ato ekonomike dhe Evropa të investojnë mas të madhe në sektorin e mirëqenies sociale, saqë ajo ka jetuar shprehemi figurativisht në luksin e parajsës post-historike, por që siç e ka thënë kohë më parë edhe një studios i marrëdhënieve ndërkombëtare Robert Kagan, Evropa është nga Venera kurse Amerika nga Marsi, por Evropa ka jetuar në luksin e iluzioneve të paqes kantiane për shkak sepse këtë ka garantuar Amerika Hobbesiane. Kështu që tash kemi një presion të madh amerikan mbi vendet evropiane që të bëhen më të përgjegjshme sa i përket investimeve në sferën e sigurisë, që të marrin përgjegjësitë e tyre dhe që të zgjohen nga iluzioni dhe nga letargjia se mund
pafundësisht të shkoj kjo situatë se paqja është e garantuar një herë për gjithmonë. Pra, siç thot një proverb, siç latin, nëse dëshiron paqe, përgatitu për luftë. Pra, unë e shoh në këtë dimension, këtë presion të jashtëzakonshëm dhe tash ka të bëjë për shkak sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë duke u fokusuar edhe në zona edhe në vatra tjera gjeopolitike dhe ato kërkojnë riorientim të kapaciteteve të tyre ekonomike, ushtarake, financiare, gjë që e bë të pamundur që në të njëjtën kohë të kenë në kontroll të gjitha zonat e botës, e tashmë duke qenë se rivalet gjeostrategjik të SBA-ve po gjithnjë më tepër po agravohen në Azi Paqësor, atëherë paktën vendet evropiane duhet të marrin përgjegjësi për sigurinë e tyre. Në fundit, siç ku më herët pa ta pas rastin ta lexoj një analizë të jashtëzakonshme se pse edhe sikur të fitonte administrata demokrate, përsëri qasja amerikane ndaj Evropës nuk do të ishte një lloj siç ka qenë deri më tani, nga se Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë realizuar qëllimin e tyre strategjik në Evropë. Sipas tyre, qëllimi i tyre prej fillimit deri në fund ka qenë që të mos e lejojnë asnjë fuqi evropiane që të bëhet hegemone, pra që pushteti ekonomik dhe ushtarak të koncentrohet në një fuqi. 2 herë ka tentuar Gjermania ta bëjë këtë në shekullin e kaluar, por ka qenë intervenimi amerikan që e ka penguar. Dhe sot thuajse nuk ka ndonjë vend i cili ka kapacitete për ta realizuar hegemoninë e plotë në truallin evropian. Miliarderi Elon Musk ka deklaruar se tërheqja nga NATO do të ishte një opsion. Si e komentoni deklaratën e tij dhe çfarë do të thotë kjo tërheqje në një rast të mundshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga NATO, duke qenë se edhe Musk është një njeri që është shumë afër Trumpit? Po tash ka disa deklarata që kanë ardhur, është shqetësuese kjo deklaratë, mirë po unë më tepër fokusohem në atë që vinë si reagime zyrtare të Departamentit të Mbrojtjes, të Departamentit të Shtetit, madje edhe vetë të presidentit Trump, i cili në një moment pa deklaruar që nuk është i çmendur që brenda NATO-s të tërheq trupat amerikane nga trualli dhe kontinenti evropian. Pasojat do të ishin apokaliptike nëse kjo tërheqje do të bëhej menjëherë, e pam edhe situatën në Ukrainë, ju që sapo e potencuat në pyetjen tuaj, për 2 ditë apo 3 ditë pasi u ngrinë ndihmat amerikane, u pa qartë se Ukraina e ka të pamundur ta vazhdoj betejën dhe rezistencën ndaj imperializmit rus pa këtë asistencë amerikane. Se çka do të mund të ndodhte, unë këtu do t'i referohesha vetëm një intervistë të para pak ditët e ministrit të punëve të jashtme të Lituanisë për mediumin Deutsche Welle, i cili ka deklaruar që një skenar i tillë mund të jetë me pasoja të paparashikueshme për kontinentin, madje ai thotë që edhe sikur të gjitha vendet e BE-s duke filluar nga sot të investonin në 5% të GDP-së, jo 2% siç po kërkohet, të duhen së paku 10 deri në 15 vite që të mund të kompensohet vakumi i mundshëm amerikan i sigurisë. Por si Departamenti i Mbrojtjes kanë bërë fjalë për reduktime, Departamenti i Mbrojtjes, vetë sekretari i Mbrojtjes është e vërtetë që ka deklaruar që siguria evropiane më nuk mund të jetë shqetësim primar për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por qëndrime zyrtare të shtetit, qëndrime zyrtare të instancave kryesore të pushtetit amerikan në këtë drejtim ende nuk kemi pasur. Kreta ajo që kemi dëgjuar është një presion mbi vendet e BE-s që të shtojnë më tepër shpenzimet në mbrojtje,